Me interesim më të ulët për blerje, çmime më të larta krahasuar me një vit më parë dhe numër më të ulët të bagëtive në dispozicion për shitje. Kështu po zhvillohu tregu i kafshëve një ditë para festës së Kurban Bajramit në tregun e improvisuar për shitje në lagjën Pazhdërhane të Prizrenit. Çmimi i kurbanit në këtë treg kushton nga 180 deri në 250 euro, varësisht nga cilësia dhe pesha e bagëtisë, thon blegtorët Ahmet Kokollari dhe Agron Saramati. Momentalisht i kena sjell dikon 200 krejt qengja për qitë, për kurban. Sa është interesimi i qytetarëve? Interesimi është edhe s'është, nuk është që kanë për para, pa ka interesim. Tash ti çka problemi nuk e di. Kallamoqi shtrejt, sana shtrejt. Çdo sen ka hyp, tash ku është problemi, por nuk ka, çysh duhet me pas kërkesa nuk ka. Cili është çmimi? Çmimi të unë sillet për 200-ve dhe 220, 180 çmimi i kurbanit. Po, kemi sjell dikon 150 copa. Interesimi është shumë i dobët, për shkak që nuk i dojnë parë që në për xhamia. Çmimi nuk është shumë i lartë. Çmimi është i arsyeshëm për shkak që këtë senet kanë hyp. Tash më po dijes se Me çfarë çmime ju ofroni qytetarëve? po çmimet i kemi ofruar si vjet, shumë pak ka pas diferencë vjet me si vjet. Çmimi unë i dashit 250 euro, i del me se kon 200 deri në 220 euro. Domethënë këtu mbi 250 euro nuk ka asnjë çmim. Nuk ka, në mbi 250 euro nuk ka. Edhe më varë për masisë dashit për shembull, për masisë delës, më varet këtë të gjonja që është masia. Por ata shprehin shqetësimet e tyre rreth informacioneve që ishin plasuar sipas tyre qëllimisht në shumë media para pak ditësh për shifra astronomike të shitjes së kurbanit. Ata thonë se qarqe të caktuara të interesit kanë bërë propagandë të tillë. A qysh nga kanë cesu se s'ka 500 euro, se unë s'kum po të shitin vetë, dikon nëse shitët, ja pranoj e lajt që ka thonë që ashtë, po unë s'kum po 600 euro s'kam, e s'kum ni, apo kupton, po këto po bon, po janë të bo do dallavere, kush o t'i bo? Po, mendoni se qëllim shumë të atë? Po qëllimisht të janë t'i bo, po binë mish pi kamosi, qo paret në Shoqata, qo paret në Afrikë, qa kemi quti paret, na i musliman qëtu Kosova, na kemi ku mi prej, kena venet, jo më ato më këta, se di. Ato janë veç propaganda. Ato i bojnë disa propaganda, 500, 400, nuk ka ashtu, nuk ka asnjë çmime. Por juve, po ju goditin? Por neve po na goditin si fermer, po na goditin megjithatë edhe po bin pi Serbisë, ka shni një gjon për Maqedonisë pi Serbisë, neve po na dëmtojnë si fermer. Kështu që na jemi kënaqur me këtë çmim. Ndërkaq për shkak të shumë rrethanave të cilat po i dëmtojnë interesat e blegtorëve, Marian Palucaj thotë se është duke e menduar që mos të merret më me blegtori. Unë jem nga fshati Trepeticës, jam i ardhur nga Evropa, kam qenë firmën time dele dhe në kohët e fundit jemi dëshpëruar shumë. Edhe gradualisht duhet me shku me ndryshu punën time, biznesin tim, duhet me shndru në tjetër biznes, arsyeja se kontrabanda nga Serbia në kohët e fundit, 6 vjet e fundit, nuk ditë për të ndalur, dhe tregu i dele për së shitet për sot si festa Kurban Bajramit është vërtet me të kap një farë frike, një farë paniki, arsyeja se propagandat mediatike kanë bërë një kaq propagandë kundër blegtorëve, kundër Çmime astronomike. Po, kanë përdorur shifra mediat elektronike, aty dihet arsyeja nga shoqata se mbledhen, kanë intereset e veta, se mbledhin fonde nga Kurban Bajramit për gjendje se kanë sakrifikuar diçka për familjen e hapin për shpirt. Këta kanë bërë manipulim me tapëmet media se kurbani deri në 600 euro në shitet 100, kjo nuk ka kurfar bazament tjetë e vërtet, kjo është një gjenje të rrekulluar, po nuk po më thonë se nga shërbime nga personat fetar, po janë disa matrapa më miqësi që kanë përfitime. Shitësit thonë se këtë vit më pak në treg, ata nënvizojnë se dita ditës interesimi për ruajtjen e bagëtive po bie. Shitblerja e deleve rritet zakonisht në prag të festës së Kurban Bajramit, për shkak se për besimtarët musliman thirrja e kurbanit është simbolik e kësaj feste.